Një dridhje duarsh e shpesht, probleme me posturën apo çrregullimi i gjumit dhe i humorit nuk duhen neglizhuar, pasi mund të jeni prekur nga Parkinsoni, sëmundje që prek sistemin nervor. Nëse dikur Parkinsoni njihej si sëmundje moshës së tretë, tashmë ka ndryshuar, pasi sipas specialistëve gjithje më shumë po prek grupmoshën aktive. Parkinsoni është sëmundje që incidencën maksimale pikun e shfaqjes së saj në fakt e ka mbas moshës 65 vjeçare, por ritmet e individëve të diagnostikuar më herët se sa 50 vjeç përshtojnë çdo ditë më tepër, të cilët ishin njëri 45 dhe pacientja tjetër 47-48. Të dy këtyre pacientëve shenjat e para të sëmundjes apo diagnostikimi ju ishte bërë përpara më shumë se 7-8 vjetësh. Pra imagjinoni që ka filluar në dekadën e 3-4 të jetës. Përveç faktorit trashëgues, mendohet se shkaku i kësaj sëmundje vjen si pasojë e faktorit mjedisor. Mendohet se faktorët të rëndësishëm janë urbanizimi, faktorët mjedisor dhe më pas faktorë të tjerë që janë njohur deri më sot. Pra janë faktorë të cilët deri diku mund dhe nuk mundemi t'i parandalojmë. Në ditën botërore të Parkinsonit, specialistët theksin e vendosin në sensibilizimin e diagnostikimit të hershëm. Mjekja neurologe Iliriana Zekia tregon edhe shenjat kur duhet të drejtoheni tek mjeku specialist. Simptomat motore, ato që njihen në popullat që janë dridhja e duarve zakonisht, ngadalësimi në aktivitete, në lëvizje, reduktimi mimikës apo hypomimia, siç ne i quajmë, instabiliteti postural, problematikat me ekuilibrin me ecjen, probleme më minimale apo më të fshehura, janë ato që ne i quajmë simptomat jo motore, duke filluar me çrregullimet e gjumit, çrregullimet e humorit, çrregullimet e shkrimit. Së fundmi, Organizata Botërore e Shëndetësisë e klasifikon Parkinsonin si sëmundje me frekuencën e dytë në renditjen e sëmundjeve neurologjike në mbar botën, duke bërë kështu që ky shqetësim të klasifikohet si një çështje e shëndetit publik dhe jo të neurologjisë.